Drafti i kodit penal ka shkaktuar kundërshtime dhe debate të forta që nisin që në mënyrën e artimit dhe konceptimit e deri tek rreziqet që mund të minojnë në mënyrë të pariparueshme mirë funksionimin e sistemit të drejtësisë penale në vend. Në dokumentin që u prezantua nga Ministria e Drejtësisë, bie në sy masa burg edhe për ato vepra të cilat deri më tani, sipas kodit penal në fuqi, dëshkoheshin me masa gjobe. Kundërshime ka patur kryesisht ndryshimi që ka të bëjë me lirimin me kusht të dënuarve me burg të përjetshëm, pasi të kanë shlyer jo më pak se 35 vite burgim. Në kodin aktual penal ka kufizime për ata të dënuar për jetë që kërkojnë lirim me kusht. Vetëm në raste të jashtëzakonshme, i dënuari me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht kur ka vuajtur jo më pak se 35 vite burgim, edhe gjatë vuajtjes së dënimit ka mbajtur sjellje shëmbullore edhe çmohet se i është arritur qëllimi të dënimit për edukimin e tij. Nga ky rregull, përjashton të dënuarit për disa vepra penale. Në ndryshim me kodin aktual penal, neni 65.3 specifikon se nga kërkesa për lirim me kusht, përjashton ata të dënuar për jetë që kanë kryer vepra të rënda penale, që kanë të bëjnë me vrasje për gjakmarrje, vrasje funksionarëve publik, vrasja e punonjësve të policisë së shtetit, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare dhe marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale me të mitur. Pra, në draftin e kodit të ri penal, të drejtën për të kërkuar lirim me kusht e kanë të gjithë të dënuarit me burgim të përjetshëm, kur kanë kryer jo më pak se 35 vite burgim. Kush keq përdor imazhin e një personi tjetër për të hapur profile të rreme në rrjetet sociale apo çdo faqe tjetër, do të dënohet me gjop deri në 3 vite burg. Këtë parashikon drafti i kodit të ri penal në nenin 842 për përdorimin e palishëm të imazhit. Për këto raste, ndjekja penale fillon vetëm kur bën denoncimin viktima ose avokati edhe pushohet kur heq dorë pala e dëmtuar. Përdorimi i imazhit të një personi për të bërë njoftime ose për të hapur profile të rreme në rrjetet sociale, faqet e kontaktit ose në çdo mjet tjetër komunikimi publik, pa pëlqimin e mbajtësit të imazhit, kur i shkakton këtij të fundit gjendje ngacmimi, përndjekje ose poshtërimi, dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Ndjekja penale për veprën penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të tij dhe pushon me heqjen dorë prej tij. Kodi i ri penal parashikon burg ose gjob edhe për ata që fotografojnë, filmojnë ose regjistrojnë me audio personazhet në banesën e tyre personale apo në një vend tjetër ku gëzohet privatësia, kafe, market, rrugë. Ndërkohë që ajo që është edhe më e rëndë është fakti se nëse shpifja e i drejtohet një partie politike apo një përfaqësuesi shtetëror, atëherë dënimi është i dyfisht. Drafti i kodit të ri penal, aktualisht në fazën e konsultimit publik, parashikon ndëshkime të ashpra për të gjithë ata që bashkëjetojnë me të mitur. Me kodin e ri penal, lidhja e më shumë se një martese në të njëjtën kohë do të konsiderohet vepër penale e do të ndëshkohet me burgim deri në 3 vite, sipas nenit 742.